5 vendime paraburgimi të lëshuara nga gjyqtari i procedurës paraprake janë dëshmia më e pastër se dhuna brenda mureve të shtëpisë në Tetov ka prekur pragun e alarmit. Televizioni 21 mëson se sektori penal i gjykatës së Tetovës është mbuluar nga lëndët. Plot 28 raste për dhunë në familje janë regjistruar vetëm këtë vit. Prej tyre, 16 kanë marrë epilog, por 12 të tjera janë ende në procedurë aktive, duke mbajtur pezull fatin e viktimave. Gjatë vitit 2026 në gjykatën themelore të Tetovës në kuadër të sektorit civil janë regjistruar gjithsej 7 lëndë, prej tyre 4 lëndë janë të përfunduara, ndërsa 3 lëndë janë ende në procedurë. Për sa i përket lëndave penale të lidhura me dhunën në familje, gjatë vitit 2026 janë regjistruar gjithsej 28 lëndë, prej tyre 16 janë përfunduar, ndërsa 12 janë në procedurë. Gjyqtari i procedurës paraprake ka caktuar masën e paraburgimit në 5 lëndë. Nga shoqata Cortex thonë se ky fluks raportimesh nuk do të thotë se dhuna është rritur, por se viktimat tashmë kanë më shumë guxim dhe besim te institucionet. Sema Halili vlerëson se ndryshimet ligjore që parandalojnë mbylljen e rasteve, madje edhe kur deklaratat tërhiqen, po e thyejnë përfundimisht heshtjen. Fokusi ynë nuk duhet të jetë vetëm numri i rasteve të raportuara, por edhe te parandalimi i dhunës, mbrojtja e viktimave dhe ndërshkimi i autorëve dhe krijimi i një mjedisi ku çdo person do të ndjehet i sigurt për të kërkuar ndihmë dhe për të raportuar dhunën. Sot viktimat e dhunës po e kuptojnë gjithnjë më shumë se dhuna, qoftë ajo fizike, psikologjike, seksuale apo ekonomike, nuk është diçka që duhet toleruar. Ata po ndjehen më të fuqizuar për të folur për dhunën dhe për të kërkuar edhe shërbime të specializuara apo mbështetje psikologjike. Çdo rast i raportuar është një hap drejt mbrojtjes së viktimës dhe parandalimit të dhunës, prandaj është thelbësore të vazhdohet me edukimin, ndërgjegjësimin dhe ofrimin e mbështetjes të specializuar në mënyrë që asnjë viktimë mos të mbetet vetëm përballë dhunës. Goditja më e madhe ndaj dhunuesve u dha në praktikën penale, derisa dikur shumë raste dështonin sepse viktimat tërhiqnin dëshmitë nga frika apo presioni, sot ligji e ka ndryshuar lojën. Edhe nëse viktima e tërheq deklaratën, organet e drejtësisë kanë të drejtë dhe detyrim ta vazhdojnë ndjekjen penale nëse ekzistojnë prova të mjaftueshme. Janë pikërisht këto ndryshime të shoqëruara me reagimet e prera të prokurorisë dhe gjykatës pas rasteve tragjike dhe femicideve të fundit në vend, që i kanë bindur viktimat në Tetov se autorët do të mbajnë përgjegjësi deri në fund.